Populli shqiptar ka një shprehje: "Ke sheshit mos ju gëzo". Kështu sipas kolegut Isam Myzyraj, në nenin 14 botuar në fetoren zyrtare të Turqisë, avioni dhurat ka pas një bisht. Pikërisht, siguracioni, që kushton jo pak, po diku 1 miliard. Por unë mendoj se ky është një kërcënim. Dhe dini pse? Kemi ato kontinierët me mbetjet rrezikshme që fluturuan apo udhëtuan në përmbar botën. Kush duken? Kemi aferën që është bërë brenda në Turqi, të tunelit, të urave që janë zhdukur. Po kemi edhe aeroportin e Vlorës dhe kështu do të fluturojmë të gjithë. Jam i bindur që ky është një mesazh, mbylleni gojën. Dhe dini pse? Marrëveshja 100 vjeçare strategjike ndërmjet Turqisë dhe Shqipërisë që firmosur nga Ataturku, unë nuk e di akoma fatkeqësisht ju a them, a është për të rirë? Se ky është një problem madhor në këtë kohë ku flasim të gjithë për luftë. Dhe sigurisht, jam i bindur që të gjithë do ta ulim kokën përpara Turqisë. E kemi aleatin tonë strategjik, kur jemi të rrethuar pikërisht nga Greqia, që nuk heq ligjin e luftës, kërkon detin, nga Maqedonasit, që dhunojnë shqiptarët padrejtisht, apo edhe nga Serbia, që nuk pushon, duke bler armatime dhe kërcënuar apo nuk e njeh fare Dardanin. Pse jo edhe Malizi, ku imagjinoni dhunohet për 300 milo në kufi dhe në zonën shqiptare e kanë bërë pikërisht një vend plehrash duke helmuar shqiptarët tanë etnik. Do të kemi shumë kujdes të dashur miq. Jemi vend i vogël, por të përçar që udhëhiqemi nga politikanë tradhtar.